Adhurës basketbolit Mimrama mirë se erdhët në asistin 625 fundit për këtë edicion interesant, bukur edhe shumë të nxehtë. Sonte në këtë përmbyllje jam vetëm mbasi ulpjanën e kemi me Covid, i dëshirojmë shërim të shpejt. Si vjet për herë 2-3 Trepça është shpall kampione dhe për vit 2-3 i ka fitu gjitha trofet në Kosovë. Bashkimi ka qenë konkurenti kryesor i Trepçës dhe dy rivalet e vjetër janë takuar 2 herë në finale, pra në të dyja finalet të Kupës dhe të Superligës. Skuadra tjetër që ka befasu si vjet është Vllaznimi i Gjakovës, i cili u shpall kampion i ligës unike, pra fitoi një trofe për herë të parë pas 29 viteve, pra pas vitit 1996, kur për herë të fundit kishte fituar Kupën e Kosovës dhe si vjet ishte ky trofeu i parë pas luftës. Prishtina Pea dhe Golden Eagle Ylli patën një edicion përplot me ngritje dhe ulje, edhe pse i patën shansat e tyre, kurse skuadra cila ka plotësuar objektivin e vet ka qenë Bora. Zyrtarët e Borës, debutuesës në elit, patën deklaruar se qëllimi i tyre është mbetja në elit dhe konsolidimi për vitet në vim dhe këtë gjë edhe kanë bërë. Fatkeqësisht në elit nuk do t'jetë Proton Cable Prizreni, që u largu nga elita pas 7 edicioneve, duke sjellë kualitet dhe shije të mirë në basketbolin kosovar, ka fitu një trofe Superkupën e Kosovës, dërsa vendin e Bardezinëve Prizrena se ka zënë Grape Landing nga Rao Veci, debutuesja që u themelua pas 2 viteve, arriti të inkuadrohet në elit, duke e kthy kështu edhe basketbolin në qytetin që e don këtë sport edhe në palestrën që shëkomune zakon me thonë ma të bukur në vendin tonë Mizajrisma. Qysh kemi thonë asistat e kalum, kampionati ka përfundu, lojtarët kanë shku në pushime verore së bashku me trener, mirë po jo edhe udhëheqësit. Si kur ma parë në histori, klubet e elitës së basketbolit kosovar janë aktive që nga qershori duke bërë transferime të shumta të trenerëve, lojtarëve vendore që besa disa kanë filluar edhe të merren me lojtarë të huaj. Si e kemi zakon me thonë, nëse dita e mirë shihet në mëngjes, atëherë kjo premton shumë për edicionin që po vjen. E për me diskutu krejt këto, sonte në studio i kemi thirrur udhëheqësit e skuadrave, me të cilat do të flasim, edhe pse jo komplet, 3 prej tyre sonte na mungojnë për arsye objektive, sonte me ne janë Vullnet Sefaja, kryetari i Trepçës, Mimrama mirë se erdhe, Vullnet. Mimrama mirë se u gjetëm. Kushtrim Kabashi, i klubit basketbolistik Bashkimi, kushtrim Mimrama mirë se erdhe. Mimrama mirë se u gjetëm. Dhe në anën teme djathtë Egzon Burri, vend të Fatmir Gashit, i cili na ka shku në qeret të ndeti, por e zitët edhe ka dërgu Egzonin. Egzon Mimrama mirë se erdhe, antari kryesisë PS. Mirë se këna gjetë. Ideal Bakia, Mimrama mirë se erdhe nga Vllaznimi dhe Elvedin Plakici nga Bora. Elvedin Mimrama mirë se erdhe. Mimrama mirë se gjetëm. Sikur se po shihni, pra po mungojnë Prishtina, Ylli dhe Grape Landi. Natyrisht nuk do të mungojnë as informatat sa i përket këtyre skuadrave. E dini që adresa për mu informu është asisti. Vullnet, në asistin e 7 qershori 2021. 21, po. Pa të më folë për Trepçën mas play-outit. Më thonë, sa e pa të marrë, pa të shpëtu nga rënja. 6 muaj mas i keni arë në udhëheci. Një vit ma vonë, me 13 qershor, 2022, pa të më folë për trofeun e parë, Kupën, edhe 3 finalet në cilat nuk keni pas sukses. Edhe tash, sot jemi me 30 qershor, 4 vjet ma vonë, hajde 4 vjet e 23 dhe të edhin që statistikat i du, po flasim për Trepçën e cila po dominon në basketbolin kosovar, edhe para 3 viteve ka qenë trofeu i 10. Tash i keni 19 në total, gati i keni 2 fishu në trofeve. Megjithatë ajo që po mungon është suksesi në arenën ndërkombëtare. Me thonë, në 15 ndeshje të cilat i keni lujt në arenën ndërkombëtare, keni 4 fitore, 1 majt humbje. Në FIBA Europe Cup, në kualifikime edhe në fazën e parë grupeve, keni pas 3 fitore dhe të humbje, edhe në Champions, 1 fitore, 1 humbje. A ka ardhur koha për suksesin në arenën ndërkombëtare? Po në bazë të statistikave që janë, edhe i kënë nxerë ti, Champions League pa na flej ka ma shumë, inshallah e kalojna grupin, se që aty ko kem 50-50, unë me tregu drejtën nuk i kom analizu kështët, po unë mendoj që koha e se cilit klub basketbolistik të Kosovës është për me pas një sukses në Evropë. Po janë shumë sene të cilat ta determinojnë
për me pas qatë sukses ose thoma ashtu të edhe dynë edhe fati pak. Se për shembull vitin e kaluar na me Nymbrukun kena hu për 5-6 pikë mos gabofsha, e Nymbruku ka mri deri në qerek finale, ndërsa në grupin cilin ka rënë Nymbruku ka qenë Galatasaray, i cili e ka luajtur finalen e Ligës Kampionëve. Në anën tjetër në FIBA Europe Cup na kanë rë Ludwigsburgu edhe Dijoni, të cilat edhe ato kanë ngritur deri Bajage, naltë dhe ndoket në fund ato dyja ndër mes veti kanë luajtur cila me ra. Kështu që pak po ka nevojë njëri me pas edhe fatën këtë punë, po normalisht unë mendoj që edhe na si basketball komunitet në përgjithësinë ndoshta nuk e kena edhe me thonë eksperiencën e nevojshme për me pas një mentalitet ma ndryshe, ma fitues në garat evropiane. Unë po shpresoj që kena me pas fat, sepse nuk po du me thonë kena me luftu, sepse unë mendoj që edhe në 2 vitet e kalume që kena marrë pjesë, na jena mundu, kena luftu, po qajo ka qenë nashta edhe domeni ose mundësia për me mri që aty ku kena mri. Po unë po besoj që për krejt klubet e Kosovës, të cilat marrin pjesë dhe duhet me marrin pjesë në garat evropiane, koha është, sepse nuk jena na shumë të pabarabartë me vendet tjera. Çka duhet me bëu konkretisht? Po tash na kena një problem, për shembull kur vjen te aspekti i lojtarëve të huaj, kur ti marrim na në Kosovë me tash janë edhe kolegë tjerë këtu, ata janë gjithçysh më të shtrejtë se nëpër ligat krejt tjera që luajnë për shkak të CV-s të ligës, nuk e di pse. Ka shumë pasoja të cilat janë të përreth, jo situata nuk është e mirë politike, jo se na para vjet për shembull 20 lojtarë kena pas refuzim prej 20 lojtarëve sepse kur kanë hin Google me kqyr klubin basketbollistik Trepça e kanë po potential war aty, edhe normalisht që na kanë refuzu. Në anën tjetër dikush mund me thonë po në Izrael është lufta, po ajo është tjetër ndryshe funksionon. Ajo anë, po neve na vyn, unë po besoj që viteve të fundit lojtarët e huaj që kanë ardhur në Kosovë kanë qenë kvalitetit pak më të lartë, e kanë pas një CV më të mirë, edhe ata kur të shkojnë dikun tjetër e japin CV-n që do me thonë në këtë rast po flas për klubin basketbollistik Trepça, tregojnë që kanë qenë me një rreth mirë, ka funksionu mirë, është një klub i mirë, sepse unë kur kum fillu shumë agjenta dhe s'do ishin as meni për me diskutu për Kosovën. Po normalisht na me organizimin e klubeve që jena bo krejt klubet, ndryshe po funksionojmë tash. Për shembull, që diskutuam edhe me Exonin, treneri për me ardhë me vendose, kanë thirrë, ka ardhë, ka këshyrë, ka najtë 2 ditë, 3 ditë, e ka po qështu situata. Unë po besoj që jena aty shku shkollë, drejt përmirësimit. Tash, sa kena me pas sukses? Po, veç, kur po flasim për suksesin që po e synon Trepça, duhet me theksu se Mitrovicasit kanë ruajtur pjesë më të madhe të skuadrës. Në thonë, Trepça e ka ruajtur pjesë më të nga sezoni i kaluar, përveç Erionit Kastratit, mas pari një ditë masi një shpall kampione renovut kontratën me Adis Beqiragiqin, ke pak një situatë interesante. Ajo ka qenë ma shumë për media, okej? Dhe tashmë e dim që keni angazhuar dhe zyrtarisht Sean Johnson, ish reprezentuesin e Kosovës, Amerikanin e naturalizum. I vetmi që ka shku, thash, është Erion Kastrati, ndërsa kemi pas informata që keni komuniku edhe me Lisin Shoshin dhe me Edon Maxhunin. Kjo është e konfirmuar prej burimeve tona. Edhe në misionin e mujt kalum, kur u shpallët kampionëve, kur ishën në studio këto, pa të deklaru se Trepça nuk bën plane pa i pas paret në konta. Buxheti klubit është bo teme diskutimit kove të fundit, tash përna interesant, sigurisht e ki bo një para llogaritje, a ka pare për mu kualifiku në Champions League? Për me këthy këto nonën tjetër, kur ka pas Trepça mas shumë t'i pare, eja u bo kampion. Po thu që keni ma pak pare qëtash se atëra? Jo, kur ka pas Trepça mas shumë t'i pare në buxhet, qatë vetë na kemi pas buxhetin mes klubeve tona po foli, edhe të klubit basketbollistik Trepça, eja është bo kampion. Do më thonë, na buxhetin më të madhe ne kemi pas qatë vetë. Nësh kemi marrë donacione. Po më intereson Champions League, po më intereson suksesi zdia, po është që jam të insistu sonte suksesi. Unë pesho që ka po insiston të edhe, unë po kom qef me ndodhë që ti po insiston.
Po nuk më varet krejt edhe veç prej parës qysh kena me funksionu na. Po unë po thëmë, mas pari duhet shorti, mandena edhe për zgjedhja e lojtarëve nuk bëhet prej anës tem. Përsa i përket buxhetit, na konstant punojmë, sepse ti llogaritë, bëni para llogaritë një buxheti çfarë duhet, po ti konstant duhesh se dalin shpenzimet pa parashikueshme. Çka nëse kom fat Trepça edhe i kalon kualifikimet, kualifikohet në grupe. Kjo është një shpenzim të cilin ti duhesh me llogarit, që duhesh me njek hala pa mriç atje. Domethënë se cilin sen duhet me llogarit tutje. A keni llogarit? Po na e bëjmë një llogarit mas pari të lojtarëve, sepse na kena një staf të klubit të cilët punojnë 12 muaj në klub. Domethënë nuk funksionon kjo veç me 10 muaj. Na jena një organizat që 12 muaj funksionojnë. Edhe që ashtu duhet me qenë. Edhe, për shembull, kampionati u kry për seniora, po me gjeneratat e reja, për shembull, na nuk ndalemi. Çdo 12 muaj punohet në klub. Po, përsa i përket rosterit, me thonë drejtën, unë nuk e di çfarë i zgjedh treneri, sepse ajo është punë e tina. Po, a kom qef mu kualifiku, kom shumë qef mu kualifiku. A është koha mu kualifiku, edhe unë po mendoj që është koha mu kualifiku. Nëse e mosim një sukses të venit, atëherë që ajo duhet me qenë një sukses i mirë për venin tonë dhe për basketbolin tonë dhe për CV-n e ligës tonë me u kualifiku në Champions League. Okej. Bashkimi pas 6 viteve krize, pas ishte shpall kampion në vitin 2018, ka pas një reorganizim të mirë dhe ka kthyer interesimin e jashtëzakonshëm në Sezai Suroj. Bashkimi është shpall kampion një edicionit rregullt, ka luajtur në 2 finalet kupës dhe të play-offit. Të dyat i ka luajtur me Trepçën dhe përfundimisht mund të themi se Bashkimi është kthyer në maje. Megjithatë, ambicia e portokallinëve ka qenë një trofe apo jo kushtrim, po nuk është arrit. Ku ka gabu Bashkimi, edhe pse bashkë me trenerin? Gabime gjatë rrugës ka pas, edhe ka me pas, vazhdimisht. Jo vështë në ekipe që janë shumë të mëdha se na. Finalet kupës nuk besoj që kemi gabu, për shembull diçka, nëse marrim me shumë mënyrë kronologjike. Kemi luajtur, kemi mundu, tash njëri ekipe fiton, nërë është edhe fati pjesë shumë e rëndësishme e sportit. Në play-off, për shembull, në 3 ndeshjet e fundit kemi pas realisht problem me grip, me lojtar. McKinnis ka qenë 3 lojtë e fundit, i ka marrë ka 2 infuzione çdo ditë. Merr infuzion i në lojë, nuk u konë në atë 100% e vetë. Dhe pjesa më e rëndësishme ku mënej që u boja thymja që Trepça veç e murr hapin, ke loja 3 Prizren kur nuk lujti vendat green. Edhe ishte smut, aty mënej që u bo diferenca. Megjithatë, na prap Mitrovic lojën e 4, kemi shku deri në 15 pike përsi, në fund e kena hup lojën. Dhe gabime, nuk shoh gabime shumë të mëdha se mendoj që jo rastisht e kemi përfunduar vendin e parë. Rastisht mund me kap një lojë, 2 lojë, mirë po për 28 xhirove që janë zhvilluar në kampionatin e rregullt, 17 xhiro kemi qenë vendin e parë. 19 ka qenë Trepça, pikëtyme 19 xhirove që kanë qenë Trepça, 6 xhiro kemi qenë me pikë të barabarta. Nuk besoj që mundet më konë rasti, ose nuk besoj që ka mujt me pas diçka rastisht aty që na kemi përfunduar vendin e parë. Nuk shoh në gabim ose nuk shoh diçka që kena bën hapa. Hajde po e ndryshoj pak pyetjen teme. Çka kishte bo ma ndryshe, çka kishit bo ma ndryshe si vjet për me pas sukses edhe me fitu trofe? Nuk më di çka më thonë. Nuk kam në përgjigje. Pe di ku ba Ludani, te pjesa trenerit është e vërtet që ka qenë, nuk e ka pas përvojën që ka treneri Trepçës ose treneri Vllazniut ose po. Më falë që po ndërprej, nuk po aludoj kërkun, po të pyes, çka kishte bo ma ndryshe në mënyrë që me fitu një trofe? Tash me përvojën që e ki për edicionit kaluar. Unë mendoj se dallimi mes kualitetit të ekipit edhe përvojës trenerit që aty u konë e pjesa ku realisht u vrejt. Domethënë ku është bo dallimi, sidomos në finalen e play-offit, se unë prap besoj që nuk them që nuk e bojnë lojtarët, mirë po treneri ka një pjesë shumë të rëndësishme të kësaj punën në ekip, ka qenë pak i papërvojë treneri, megjithatë ne kemi kalu mirë, realisht nëse marrim me këshyr ku e kemi marrë klubin edhe ku sot ka një përmirësim dukshëm. Ato e thashë edhe në fillim në hymje, do të thonë pej 2018-s
kur e keni fitu titullin, keni pas një kriz, ka pas rami, edhe si vetë me dëvërtet jeni këthy në maje, keni lujtë të 2 finalet, jeni shpal kampionin pjesës edicionit të regull. Na me 28 orë të vitit kalun kemi hyrë klub. Fatikisht, kjo sezona ka ra më konë sezona jone plote, qësaj kërësie aktuale që jemi. Edhe nuk u konë, ka pas bajgi sfida, ka pas shumë vështirësi, nuk u konë letë marrë deri këtu, dhe menoj që bas... Krimi stabilitetit, regullimi imazhit, e këtë to që kemi diskutuar në emisionet e kalume, që nuk po du tash më këthy, po menoj që ato që ka na kemi desht, realisht e kemi mrikit sezon, përveç që na mungon një kupë. Bile ja kom propozu kryetarit me nda një kupë dhe për venin e parë, kur ta përfundon pas 28 gjirave. Po, shikoj, Trepça ka kalu në për këto dhime, si thonë smunje fëminore, se kështu ka qenë edhe 2 vitet e para, 3 vitet e para, po më rëndësi ka qenë konsolidimi financiar, krimi stabilitetit edhe ma vonë sukseset kanë ardhur. Bashkimi nuk ka qëndru duar kryq edhe me njëherë me të përfundu në thonë edicione, me sa kemi informata, mund është tash me na pohu këte, me shumicën e lojtarë vendori keni kry, i keni nëshru kontratat, Lejsoni, Altini, Valion Bunjaku, zyrtarisht ende nuk ka ndonjë transferim të ri, e dim që keni kontaktu edhe me Lisin Shoshin, edhe me Jetmir Zeqirin, edhe Erion Kastratin, por si pas gjitha gjasave, këtu nuk ka rezultate konkrete. Kushtrim, qka ka, a mund është diçka ekskluzive me në adhën sot për asist? Ne lojtarë që kemi pas prej lojtarëve të vitit kalum, Lejsoni është ka vazhdu kontratën në për 2 sezonë tjera, Valioni është njët, Altin Morina, kapiteni, edhe Meritoni janë gjithashtu është vazhdu kontrata dhe për këtë sezon. Samir Zekici ka shku? Samir Zekici është liru, po, i ka përfundu kontrata. Kjo është momentalisht që ka kemi të zyrtarizume. Dishka tjetër momentalisht nuk kemi. Trajneri? Trajneri endë nuk ka dishka definitive. Petar Mijovici ne keni sunu, për Petar Mijovici ka vazhdu kontratën me Derbin? Petar Mijovici, me thonë drejtën e kemi sunu vitin e kalum, këtë vit nuk ka që kemi pas dishka, ne komunikojmë, se njëm komuniteti basketbolin Kosovë nuk është shumë e madhë, por nuk kemi pas dishka, kemi 2-3 emna, po para prakish na momentin që kryet sezoni, kryesisht e bëjmë një përmbyllje njëherë, e këshyrim qysh për mbledhëm paret, qysh për mbledhëm bugjetin, bërësisht për asajt tani vazhdojmë. A keni bo hesapin ajo? Na kemi bo hesapin edhe nëse ka një sen që mu më vjen shumë mirë për pjesën e klubit, është që na prej momentit që kemi hyje deri sot nuk ka ndodhë alan një lojtarit me pasu se dikujt një cent të obligim. Me 21 majnë e kemi lujt lojën e 6 me Trepçën, Mitrovic, një ditë para e në kryk gjitha obligimet që e në konë në klub. Edhe për shkak kësaj nuk është që njeri bëjmë planifikimet e mira, pas taj fillojmë me këshyr lojtarët. Po të pësë dhe ty si vullnetin se mu më interesën edhe suksesin arenën ndërkombëtare, a do të shofim bashkimin si vjetë në FIBA Europe Cup? Po, ne kemi konfirmu pjesëmarrjen. I kemi plotësu gjitha dokumentacionet e nevojshme që kanë qenë edhe për anës klubit edhe për anës federatës. E kemi marrë shumë seriozisht. Nuk e kemi plan me hy veç për sy e faqe. Dhe më menojmë Champions Liga është një nivel manal, mi bën FIBA Europe Cup, menoj që kemi hapsinë dhe kemi mundësi me hecë tutje. Tash edhe fati është pjesë e rëndësishme e kësaj, që është edhe vullneti ma herët. Ta shojmë varsisht dhe të catë ekipe në abinë. Debutim në garat e FIBA-s për bashkimin? Bashkimin nuk ka marrë pjesë asë njëherë në gara evropiane. Edhe ky ka qenë synimi jonë për vitit kalum. Dhe më thonë që... Më thonë si vjetë objektivat janë rritë. Edhe trofejnë Kosovë dhe suksese në arenën ndërkombëtare. Pra po këthena të e, çka thot buxheti? Buxheti, unë menoj që me një pjesë të madhe të ekipeve që kanë më konë në pozitën ku jemi na në pre-qualification FIBA Europe Cup, nuk është që kemi diferencat maja. Ka një pjesë për tyve që kemi diferenca, po nuk mendoj që ta determinon pa tjetër buxheti edhe suksesin. Ne nëse i marim i këshyr deklarimet e ministrisë, për shembull që i bën çdo vit të sponsorizimeve, kemi qenë ekipi 4 ose 5 në sa i përket sponsorizimeve në ligë. Dhe kemi përfundu vendin e parë, kështu që jo domosdoshmërisht, por është pjesë e rëndësishme, nuk ka dyshim. Mirë, po është përparësi që edhe në agjentat kur po bisedojmë edhe kërkesat për lojtar, realisht ofron lojtar më kualitativ
momentin që tyve që tregon që kemi marrë pjesë në gara evropiane. Okej, faleminderit. Egzon, po kalojmë te PEA, është kampionja e fundit para dominimit Trepqës. Skuadra e cila kishte poshtë, më thonë, Trepqën në finalen e 2023-s në atë ndeshjen e 5 antologjike në sekond fundit e përmendëm. Pasoj PEA pati një krizë të rezultate, pati një ranje përkundër premtimeve të shumta dhe synimeve për suksese. Edicioni kalum ka qenë plot me ndryshime, edhe të trajnerëve, edhe të lojtarëve. Fillimisht Rami Hadari dha dorëheqjen, shajnë proteste për shkak të referimit, u dërhoq u largua edhe nga Kosova dhe nga PEA. Erdhi irlandezi Nelson, i cili qëndroi shkurt para se të vinte Sloveni Krashovec. Gjithsesi keni pas, nëse zgaboj, 13 lojtarë të huaj të cilët kanë defilu, keni pas ndryshime me lojtarë vendor, shumë lëvizje, shumë ndryshime edhe, hajde të thëmë, jo stabilitet. Pse ndodhi kështu Egzon? Spori deshta më lidhë me ato se PEA nuk ka pas krizë, mbasi që na bo kampion, mbasi që na bo kampion, vitin e arshëm këna lujt, këna bo një ekip shumë të mirë, edhe këna lujt edhe në FIBA Europe Cup, këna arrit fitore me Spojnien, me Demboshin, nuk o konë letë, këna lujt dhe më thonë në grupet FIBA Europe Cup, po a i vetë o konë me shumë lendime edhe nuk, këna pas një ekip të mirë që këna synu me kalu edhe ma mirë në Evropë edhe në Ligën e Kosovës, nuk ka desh fati asisoj edhe s'kena mujt asë në Evropë, asë në Ligë Kosovës me fitu diqka. Në bas ati vitit, po, kena pas plan pak me ndalë gazin, që është me thonë, edhe vitin e kalu me kena po një ekip. Me ndalë gazin, mos me shpenzu pare, shka? Mos me shpenzu pare, mos me... Na FIBA Europe Cup nuk kena mujt me shku me lujt, se s'ishim kampion. Lujshim pre-qualification, ekipa na ra Marusi. Marusi vitin që ka lujt me neve, o kondër të ndër vitet ku kam investu mas shumë t'i pare në ekip të vetë, edhe shishim si një penges bukur vështirë të kalushme, edhe për Kosova të vendose me bo një ekip pak ma solide, jo shumë shtrajt, e po aj vetë për fillimit e kena ndërtu ekipen për trenerin Rami Hadar, bashkarish me të, edhe kur aj u largu, aty fillun problemet se ekipa o konë ndërtu me në kërkes atina. Edhe kur erë treneri irlandez Nelson, filloj me pas probleme me lojtarët që i kishin pru për trenerin Rami, filloj me kërkesat e veta, me ndru këto, me ndru ato, me pru këto. Nuk patëm e curit mirë me Nelsonin, edhe ato e ndru me prunëm trenerin Krashovac, edhe ai si çdo trener pat kërkesat e veta edhe pak nësit me lojtarë që i kishte në ekip. Do të me di që çdo trener të kthen në shtator atje, çdo ndrim të kthen apet në fillim kur ja ki nis ligës, edhe na 3 herë na kthyn në shtator gjatë sezonës kaluar. Si vetë keni bu një punë shumë të mirë, shkëlqyeshme, e keni prezentu trenerin e ri, vjetë se keni pas verës këtë problem, se keni pas Rami Hadarin. Greg Gibson është një amën me përvoj, është 4 herë kampion në Finland, bile edhe Besim Majuni, babaj Edon Majunit i cili punon si trener në Finland, edhe publikisht ka shpreh miratimin e tim, fjallët miradije. Gëzon, kjo veprim është për mu përshëndet, vjetë, pra, më thësh, nuk e keni pas këtë të lashe, po më intereson me ekip. Mas pari prej lojtarë vendorë, Dardanin edhe Artin a i keni kry? Jo, nuk e kena kry asë një lojtarë vendorë, asë lojtarë t'jashtit, dhe me thonë, asë një import, asë një lojtarë vendorë nuk është kryt e KPP-ja, për arsye se mas pari kena dash me marë një trener, edhe mja prezentu qa ka në treg të lojtarë vendorë, e ka marë listën lojtarëve neutral edhe me pasaport, 2 fishtë me lojtarë vendorë me pasaport Kosovës, që ta që janë, është të i vlerësu, disa kena fillu është momentalisht këtu Gibson apo? Jo, Gibson ka qenë këtu para se me nënshkru kontratën, kena pas qef mu taku, me i shkëmby disa ideja, po face to face, me i kalëzu ku kime punu, ku kime banu, qka është peja, qka me prit për KPP-jes, a i ka pas qef e na njoft neve personalisht, edhe besoj që i kena loni për shtypjet mirë, edhe si qytet, edhe tash prej aty... Ka fillu me i shiqu lojtarë vendor. Konkretisht a ka diçka? Konkretisht ka disa emra, po kur gjotë përfundu me alo. Po që ta lojtarë,
që janë qëtu në Kosovë, nuk janë shumë. Qëta toni kanë kontaktu edhe na si bashkimi, si trep që si krejt. Dim që i keni kontaktu, po a ka diçka konkrete? Jo, momentalisht jo. Më thonë Dardani edhe Arti, Dardan Berisha dhe Art Hajdari momentalisht janë të lirë. Dytë janë ikonat qytetit PES edhe besoj që dytë, nëse gjinet një gjuhë përbasht, dytë kanë me qëndru në pej. Emën tjetër? Momentalisht. Prej të hujve? Tujt ka disa ideje, ka trenerëve që na ka dërgu, që i pelqen, që i ka këqyr, që i ndjek që sa vjetë. Kena fillu edhe me lojtarët importi, dhe më thonë me folë, me bisedu, ta këshyrin. Ka lojtarë interesant. A mundet me pas emrat të cilët kanë lujt në të kalumën këtu edhe që do të rikthehen? Jo, diçka një lojtar di që e kena pa që ka lujt në Shqipni, kish lujt shumë vjetë edhe në për Evropë, kish lujt për trenerin tonë, i ka pëlqy, ato e kena kontaktu, në Kosovë diçka jo. A, po na njofton pa profilin basta asaj që keni bisedu me te me profilin e trenerit Gibson? Po që kena mujt me vrejt prej trenerit Gibson është që trenerit Gibson është shumë i përpikt në detyra taktike, një mbrojtje të fort, edhe po mbi gjitha u konë që taktikisht duhet me respektu nëse dënë me lujt për trenerin grek. Dhe me thonë është i përpikt në detyra që i jep, edhe një njeri që din me kontrolu ekipen në momente të vendimtare, kështu që edhe kena bisedu me disa emra që janë pjesë e basketbollit. Me cilët? Po në Finland kena thirë disa agenta, disa ish trenera që i njojmë, na kanë propozu si emën, se besoj deri në 10 emra trenerave i kena pas, që i kena shtjelu, se si vjetë kena dash pak me na marrë ndoshta edhe ku ma shumë, po kur të marrim një trener, me marrë një trener që vynë. Një trener që din çka don, një trener që din me zhvillu ekipen, me kontrollu ekipen edhe me ditë me lujt basketbol. Shumë mirë, mu po më pëlqen mirë, po një sen duhet më marrë parasysh, në adresën e asistit ka pas shumë letra, tifozët pejon, ata adhurues të basketbollit të mpej, janë unë për suksese edhe me dojmos po lypin ndryshime edhe suksese, a mundën jemi premtu ato? Po KBP-ja para 2 sezonave bo kampion, nuk kena bo 3. Nuk është që nuk kena bo kampion që 10 vjeta, 30 vjetë. Nuk është gjdo ekip që bo gjdo vjetë, na që është dominus, nuk kena pas mendim u konë, gradualisht, kena mu këtio pet aty, jena të punu. Okej. Vllaznimi si vjetë ka qenë befasia ma e këndshme dhe skuadra që ka mbledhur simpatit e publikut kosovar dhe adhuruesve të basketbollit, qoftë me lojën që ka bo, apo edhe me atmosferën në Shaninushi. Thash, ka fitu ligën unike, trofeun e parë, mas 29 vjetëve. Pa dyshim se meritat mëdha ka pasur kryesia në krye me Idealin edhe bashkëpunëtorët e tij, gjithsesi. Gradualisht edhe ju me ardhjen ngjashëm, sikurse edhe vullneti dhe kushtrimi, gradualisht edhe ju do të thotë me ardhjen e juaj e keni bua ato ndryshime të cilat kanë sjellë sukses. Ideal, po më intereson si është këtë edicion tash kur është kry krejt? Në të përpara një edicion shumë ma kompetitiv. Dhe më thonë se cila ekip me çdo vjetë bëhet pak ma organizune, mësojnë për gabimeve dhe se cila është duke mundu me i përmisu ato gabime që i kena pas sezonin e kalun. Edhe jemi duke mundu me mbledh një grupë sa të mirë të lojtarëve që mu qenë konkurus. Superliga basketbollit kam rrinë një nivel që mendoj se është tepër i mirë i organizuar, klubet janë shumë profesionale dhe çdo ditë më mirë po bëhen kushtet për rreth, edhe çdo ditë më vështirë është me qenë konkurrues, kështu që edhe pse na bëjmë përvojë, secili ekip po përmirësohet edhe po bëhet e vështirë me konkurru. Shpresoj që jemi vetëm në fillim të kësaj rruge dhe besoj që kemi me pa basketboll cilësor çdo ditë në Kosovë. E thash meritat i ka kryesia, po pa dyshim nuk muj pa e përmen meritat ma për këtë sukses ka dhe treneri Jeroni Masharin, i cili ka kryu një skuadër themi kompakte, para se gjithash atmosfera të cilin e ka kryu për brenda një grup të fort të komponuar mirë, si thojnë me atë mentalitetin kur luftojnë njoni për gjithë për njonit. Mirë po, tash duhet me hi edhe në këtë pjesën e lojtarëve dhe transferime. 2 lojtarë që kanë qenë lokomotiva në lojën e ti janë largu. Kom fjallin për Ariana Zemin dhe
Don Poloshkën që tashmë ka nënshkru për Prishtinën. Nga përforcimet po përflitet se klubi ka arrit marrëveshje me Samir Zekiqin, a është e vërtet? Po, ne gati 90% vetëm jemi dakordu me Samirin, ka me vetëm në nshkrimi, besoj që Samir do t'jetë pjesë e vllazimit vitin e ardhshëm, edhe pse kemi pas ndryshime, po vllazimi çdo sezon ka pas kësaj ndryshime se lojtarët të rriten te na dhe ata mase pranojnë oferta pak jo të përballueshme për buxhetin ton, edhe po vazhdojnë në ekipe tjera, po vllazimi ka rri me izolacion. Nuk është që kemi rri, domethënë me bisedu me Arbrin, kemi më ulë me bisedu edhe me shiku për sezonin e ardhshëm. Okej, ideal, po të pyes konkretisht vitin e kaluam, pra edicionin e kaluam e keni fitu një trofe, cilat janë ambicjet e vllazimit për si vjet, a ju rrit synimet? Është pak vështirë me rrit synimet duke pa konkurencën që në Super League. Na duhet me rrit synimet që më rrit vetë si komunitet edhe si klub, me qenë matë mirë çdo vit, me rrit buxhetin çdo vit, edhe mu mundu me qenë konkurrues në Super League, po ambicjet për më rrit në Super League Kosovës o pak vështirë, duhet mu mundu me qenë me këmbë në tokë, që mes me hu mundin që e kena bo këto vjetë e fundit, që me qenë sa ma shumë stabil edhe vitet e ardhshme, se nga njerë ajo ambicia dhe ajo euforia e momentit të shtynë me bo kontrata me lojtarë, me trajnerë që jenë pak jashtë buxhetit, që lem pasoja për shumë vjetë, kështu që na dojmë me vazhdu me këtë rrugën që na ka pru dhe këto dhe gjithmonë me qenë pragmatik në sezonin e ardhshëm. Kjo më pëlqen të Gjakovarë, që din me shpenzu edhe bojnë... Ura? Me laps. Me laps. Okej. Debutusja në elitën e basketbollit kosovar Bora, e cila në fillim të edicionit të kaluam, kishte bërë qartë se synimi i skuadrës është të mbetet në Superligë dhe të krijuar një përvojë organizative. E pastaj dal nga dal të ngrisë synimet, këtë e keni bërë, keni pas një organizim të mirë, keni sjell drejtorin sportiv Besim Brahon, me Elvedinën dhe ekipin së bashku, keni arrit që të mbeteni në elitë. Elvedin, cilat kanë qenë mësimet që i keni nxjerrë nga debutimi dhe viti parë në Superligë? Për ne vukon çdo ditë mësim. Ndoshta çdo orë kon mësim. Ka ndodhur sene që na si kena di se kemi qenë ligë të parë, po për neve ka qenë çdo ditë mësim. Eksperienca më e madhe se mësimi më i madh që do të marrësh, do të më pas durim. Sporti është durim. Do të më kriju një kontinuitet punës edhe me pas durim që ajo mas një kohë me fryte. Po për neve ka qenë një eksperiencë për një me thonë ekstremimi për arsye se liga parë ka qenë një kvalitet shumë i dop, edhe pa humbje kemi arrit në Super League, po këtu ka qenë me të vërtet edhe kënaqësi me garu, po edhe mësim çdo ditë. Po kryesore e kësaj është me pas durim, edhe me pas normal fat. Po nëse kishte qenë diçka mësim për neve, kishte qenë me pas durim edhe me pas konsistencë punës më të madhe. Okej, edhe Bora si skuadra tjera, Spari ka kry punë me emrimin e trajnerit, duke angazhuar një emër të njohur në Kosovë, ish trajnerin e Trepçës Ljubomir Minçevin, ish selektori i Bullgarisë. Saj përket lojtarëve, kemi mësu se Bora ka rinovu me Adem Mekiqin, Rezart Mehmetin edhe Dion Haxhosa, ndërsa po flitet që ka nënshkruar edhe me Olsi Kurtajn. A është e vërtet kjo, Elvedin? Na, me tregu drejtë na agon në janar të këtij viti na kemi fillu me punu për vitin e ardhshëm. Për arsye se na Rezartin kemi renovuar kontratën për 2 vite të ardhshme, Adem Mekiq është i huaj, po e kena bërë me të një kontratë 2 vjeçare, Dioni ka kontratë 5 vjeçare, Genci ka kontratë 3 vjeçare. E kemi afruar dhe Olsi Kurtaj nga Amerika, e ka qenë shletari jonë, edhe me një kontratë 3 vjeçare, po mundohem me kriju një sistem ose një punë pak më afatgjatë për shkak se tregu vendor edhe po është më i shtrejt, edhe numër i pakt, edhe po mundohem me bo një zhvillim të lojtarëve të ri që mujna na me adaptu për ditashme që ka me kontribu edhe për neve, po edhe për shtetin e Kosovës. Okej, Bora konsiderohet si një prej ekipeve më stabile financiarisht. Sa parashihet të jetë buxheti si vjet? Agan, me të vërtet, sportin nuk është, shme thonë, gjithsem po është pare, po për një me pare nuk për determinon suksesin e asojna. Për arsye se mosh në ashtë letarë 10.000 euro, 15.000 euro, po nëse
nuk i ki kushte organizative për mrena, nuk më nëshme marë frytet asojna. Për arsye se na unë po them publiku duhet me dini sen që klubet bojnë për një punë të madhe. Duhet mi përgëzohet, duhet mi përkrah nga ky aspekt për shkak se nuk është punë e lehtë. Edhe një lojtar me prut 15.000 euro dhe me pa kushtet tona që janë në Kosovë është pak shumë thonë çalon ajo farparja me ato që ka bëdojnë në realitetin. Na fatmirësisht kemi një buxhet solid, edhe më thonë që me qatë buxhet po mundohem me kalu dhe një hap sa që kemi arrit vitin e kaluar. Cilat janë synimet? Cili është ai hap? Vitin e kaluar ka qenë mbetja në ligë, këtë vit e kemi një target që me mu fut në play-off, po me qenë konkurus, ndoshta mundi me ditë na pe vitit kaluar 7 ndeshje kemi hub me diferencë 5 pikë, kurse pe humbje që kemi pas 12 lojë kemi hub në minutën e fundit. Ka tregu që nuk kemi pas fat sportiv. Edhe ekipi vetëm të cilin s'keni mrime në poshtë është Peja. Ja, po ata janë përgatitur shumë se krejt tjerë ti keni në poshtë. e kam pas komplek mos pimujna dhe nase. Po ka qenë mirë, na besoj që kemi garu me krejt ekipet, nuk kemi pas humbje thella, jemi shtysh me thonë dhëmë me krejt, edhe pe fitore mu me vequ fitore ndaj bashkimit, ajo ka qenë fitore që... Edhe ndaj Trepçës. Jo, bashkimi u konë... Ndaj neve kam përjetu pak ma mirë. U konë ma mirë se u konë negativitet dhe ka vyt dikun me eksplodu që thojna ka qenë bashkimi, po apet në mënej që mes klube ka qenë për një garë shumë e fort, shumë e mirë, shumë e ndershme, edhe apet në emër klubit në pe auroj për sëri Trepçës titullin e kampionit me shumë merit, po dhe kitë klubeve tjera për punën që e kanë bo vitin e kaluar. Unë besoj që Liga Kosovës është me vërtet një ligë shumë serioze, shumë e mirë dhe po ngritet nga dita në ditë. Me vërtet, biseda me ju shumë simpatike dhe lezeshme, me pas kohë këshim bo edhe një ore këshim shty, po kadale po afromi ka fundi. Mos t'ju metemi bërgjë shikuzve, për informata asaj për këtë 3 klubeve të cilat nuk i kam përfaqësues të sonte këtu, Prishtina, Yllën edhe Grapelandit. Po flitet se Prishtina ka fillu reorganizimin e strukturës udhëheqëse së pari, po përflitet, pra po them, se do të kthehet Edo Azemi në klub, është tashmë gati zyrtari kthimi i Don Polloshkës në klub dhe në nënshkrimi me Arjan Azemin, ndërkohë janë duke u zhvilluar edhe biseda me Jan Paloka, Enes Zeqirin dhe Valmir Kakrukin. Te Ylli, i cili ka qenë kampion, ka dominu në edicionit 2021 dhe 2022, përflitet se ka të lashe saj përket borgjeve të cilat i kanë pasi aktualisht i kanë 4 raste në tribunalin e arbitrazhit të basketbolit, i njohur si BAT, që nga 24 marsi i këtij viti. Si është puna me këto raste, do ta marrim vesh shumë shpejt dhe do ta mësoni në Asisti Online. Megjithatë, ajo që ka bo Golden Eagle Ylli ka qenë jashtëzakonisht aktiv gjatë muajit qershor, fillimisht pra ka rinovuar me kapitenin Gzim Orinën dhe Artin Gashin, pastaj përflitet që tashmë gati kanë kryer me Lis Shoshajn, Arjan Çallakun, Jan Paloka është aty dikun, po përflitet po ashtu se e kanë rinovuar kontratën, e kanë rikthyer në klub Erion Kastratin, dhe pra trajneri grek Fotis Takianos do të jetë në krye të kësaj skuadre. Fotis Takianos është një emër i njohur i basketbollit grek, ndërsa ka punuar në Kosovë edhe te Bashkimi dhe Rahoveci, jo Grapeland, i cili është debutues në elitë si vjet, pra skuadra e Grapelandit, e cila u themelua para 2 viteve, e riktheu basketbollin në qytetin e Rahovecit. Krejt çka kemi informata momentalisht për Grapelandin është se kjo skuadër e ka rinovuar kontratën me Bujar Locin, i cili edhe e ka inkuadruar në elitën e basketbollit kosovar, ndërsa kanë paralajmëruar edhe transferimet të reja të lojtarëve të huaj dhe vendor, si do tjetë do të shohim gjatë këtyre ditëve. Krejtë në fund po më intereson, jemi në minutat e fundit bisedës, para se të hynim në emision e hapët një temë shumë interesante, nuk e pata ndërmen me pyet, po e qelim këtë dhe me këtë debat për du me përmbyll edicione si vetëm. 4+1, lojtarët e huaj, Vullnet. Na jena mirë me 3+2. Okay. Sepse Ideja? 4+1,
Po ideja... Për 4+1? Po mu nuk më pëlqen, sepse nëse është ideja me 4+1, duhet me qenë veç 4 lojtarë të huj. Edhe ata 4 lojtarë të huj nuk mundën këtë kampionatin me lujt ka 40 minuta se cili. Kështu që mu nuk është që më pëlqen ajo ide. Nëse duhesh me bo me të huj, atëre i ben 8 huj edhe e vazhdojnë ligën edhe jenë rregull. Po veç me 4 s'është që është në i sen që mu më pëlqen personalisht. Më thonë, Trepsha ka qenë edhe kur u bot 3+2. Cilo është e mira dhe cilo është e keqa? Pro e të konë? Po, unë menoj që veç e keqja me 4+1. Sepse jam veç 4 të huj. Së mund është mi pas të 6 të huj. është mi pas veç 4 të huj. Por mu është shumë e pa logikshme, 4 të huj, me lujt 40 minuta se cili gjatë krejt kampionatit. Për mu s'ka logik. Ose ti kemi marrë edhe 3 vendorë, ose edhe 4 vendorë, dhe ma ndena hajtë po i shpëndojmë minutat. Për mu personalisht nuk ka najfar logike, najfar sensi. Nëse të lejo ti mi pru 7 të huj, ajo të jem tjetër. Ma 7 huj, 5 vendorë, 12 e banë një roster, lunë, edhe në regull. Unë po mendoj që 3+2 është okej, është mirë, duhet më mësu edhe na, edhe me vetën, duhet më mësu edhe me lojtarët vendorë, edhe lojtarët vendorë që besa duhet më mësu, me punue, me u zhvillu edhe qytetrit që dojnë, nuk mundet me ta falë venin kërkush ty për me lujtë, 2 minuta, 5 minuta, ose 7 minuta. Dush me nëzon venin, të në edhe qashë. Okej, kushtrim? Na, kemi shprej si klub mendimin kundër, o do në personalisht jam kundër kësa ide. Se? Por nuk menoj që, për çka me bo, nuk menoj që rrit kvalitetin, nuk menoj që bojmë në zgjidhje, se që shta vullnetin nëse bojmë me 4 me kom parket, çka me bo me lojtar vendor? Atë i bjen fatikisht vesh një lojtar vendor, dhe që më konë rotacion mundru vazhdimisht. Këto nuk përthon për pozicionit, pëse unë jam komod dhe kom lojtar vendor, me në kualitativ dhe mjaftushën në ekip, po të shakon pozitiv dhe prapë nuk i shakon pro kësaj votë dhe me të ndrejtë unë jam me tharë paguj se paguj parën, jam me tharë me dhonë parët në Kosovë, jo jashtë. Mo shumë. Ekson? Na si klubin akon për 4-1. Për arsye se... Po tash na po thojmë lojtar, do të me ditë se i ki 2 lloj lojtarëve. I ki lojtar vendor që lunë edhe jep kontribut, edhe ki lojtar që lunë, po si jep kontribut. Që ata që japin kontribut janë të pakt. Se ma përpara fole me vullnetin për Evropë. Unë e besoj se, nëse më lejohet me folë se ko marë pjesë vetë-vetiu, ne kena një mangësit kur të luajmë në Evropë se lojtarët, kur vjen punë lojtar vendor me jap kontribut, që aty na qalojmë. Se lojtarët, për shembull, pelojmë, ka luajtur me një Mbrukjen, shumicën e ka lojtar vendor në Mbrukje, që e kanë jap kontributin më të madh në lojë me fitoren kundër Trepçës. Apo kuptoni, ka edhe ata amerikanët, po lojtar vendor që aty na qalojmë kur vjen puna të lojtar vendor me jap kontribut. Na nuk kena lojtar vendor për krejt ekipet kualitativ me jap kontribut. Që për me lujt na i bojmë lojtarët, apo kupton, edhe juniore, 20 vjeçare, ata luajnë secili, po lojtarët me jap kontribut nuk i kena për me i përmbush secilit kërkesat. Për shkjo mendoj që 4+1 duhet me konë opcion. Nuk po thomë mu bose, kjo është demokracia dhe votojmë në aty, po që kjo mendoj që është e mira se nuk kena lojtar. A gjithë zgjidhje para se mu konstitua parlamenti gjithë. Ena shumë të letën këtë. Mama mos timën politikë, se po e shofim ka për nacion politika. Ti mbami sportit dhe basketbolit i cili po na bashkon. Që është e në demokracisë që ta e këzoni. Jo, po vullneti për shkak e kanë lojtar në ekip të vetën që pak Amerikan mundën me qitë për i sistemit ose për informacionit. Mikajlit Mushqish për shkak. Unë besoj që pak Amerikan e qesin jashtë. Po. Kondush me pruat. Okej. Ideal? Unë mendoj se ne një fakt që mi u kontrvy të rrisë e këzonit pa. Unë mendoj se i lojtarë vendor, kur kam fillu sezonin me vllazimin, nuk janë kuajnë ata të fund sezonit. Do të thonë, ata janë rritë bashkë me ne kaj sezonin, edhe mendoj që na duhet me mendu pak a shumë që zbën tash mi ngull fat këtë prodhimin vendor, se atëherë kena me shkaktu mas disa vjetëve një dëm matë masë se sa që e kena tash. Na do të më mënu me punu, me jo pak hapësirën do që janë pak ma potencial, na shta me logari që kena me jup 1 ose 2 vjetë në proces, po kena me prodhu dishka, se momentalisht një ma trego është pak i ngushtë dhe rogat janë as pak të arsyshme, me shka ofrohet, po na duhet tash mu ballafaqu me realitetin edhe 4+1 besoj që është zgjidhje. Unë mendoj që është zgjidhje pak a shumë me lyp përgjësi ma shumë për lojtarëve vendor të cilët kërkojnë rroga, edhe ata mu mësu me përgjësin që kanë me jo.
Definitivisht është një prej temave të cilat do ta prekim shumë më tepër vitin e ardhshëm, edhe këtu janë shkollat e basketbollit edhe puna me kategori 3, tash nuk po du me qelë këto se mesim edhe 2-3 orë. Jo, unë kisha pas që vesh 20 sekonda mu lidhën që ato që ta ideale. Lojtarët e ri, Trilon Hajrici, është bo kampion me 20 vjetë, edhe ka lujtë. 20 vjetë, 21 vjetë i ka pas, në 2012. Ka lujtë, ka qenë lojtari për kryesorëve në klub. Sot lojtarët e ri vendor duhen me kuptu që ai duhet me ushty me Michael Myers. E marë si shembull, që ka qenë lojtari ma korpulent në ligë. Ma masive dhe ma... Sepse kur ja ka fillu Driloni me lujtë, ju ka dosht më ushty me Hashim Simons, për shembull, që Hashim Simons sot në Mitrovic hala përmenet. Nuk i ka thonë atina kërkush po ta ruaj venin nëse po ta bëj venin. Ka luftu edhe ka fitu venin. Lojtari mirë ka me luftë. Generatat e reja duhen me pas parasysh që nëse dojnë me fitu ven, duhen me luftu vëlla. Nuk bëhet veç po ta dhojmë, ka dhurat, kur gjë s'ka dhurat. Fakt, kur gjë nuk pik prej qellit edhe definitivisht duhen me unë me punu edhe masej nëse i meritojnë ato pare që po i kërkojnë, atëre edhe i kanë... Parja jetë në fund, agon, mas pare dush me bu venin për me lujt, dush me luftu. Nuk ka problem se vjen. Këtu, ti edhe unë pajtohemi. Në këte pajtohemi, mirë po gjanat ka ndryshu dhe mentaliteti ka ndryshu. Prandaj dhe na po qalojmë. Se në momentin kur lojtarët e ri e kuptojnë këto që ti po e thu, që mas pari duhet me jabu hizmetin, me u rritë si lojtar, edhe që vetë me rritjen edhe cilësin e kvalitetit të vetë si lojtar, i rritët edhe çmimi, ka ku. Po, këto duhen edhe trenerët edhe udhëheqësit e klubit, e që besa edhe familjartë, edhe prind, edhe prind me eduku në këte frim, po kjo është një temë shumë delikate edhe shumë e rëndësishme për cilën definitivisht kemë me fol edicionin. Kënë me bo një asist në Ramazan dhe në syfër me shku. Më duke që dojmë ja bo që është. Elvedin, të metëm borgjë edhe ty për fund me ty po e përmbyllim 4+1. Unë e menoj që hapësina është të jabë lojtarëve vendor, këta do të me meritu, me jap hakun edhe pare që në të i marë, po unë e menoj që shta vullneti që parja vjen, do të me punu, do të me larguat psikikën e pare, do të me marë psikikën e punës. Edhe për prend kësha thonë, ma mirë është prindi, mësë më bo trener as agent, ma mirë me alion klubit, me besu dhe me punu. 4+1, ma mirë, po mdo këtë është pak heret kjo, po vetëm se e kësha alion si një tim të hapën, rezultate e kombëtarës Kosovës, tash a është mirë për 4+1 a për 3+2. Kështu që ka që shka ona jonë. Për kombëtarën e Kosovës, Dardan Berisha ka lujt, edhe kur ka lujt Prishtina me 5 lojtarë vendor. Ka lujt që ty, dhe ka pas lojtarë vendor, kur ka lujt në Champions League, Dardan Berisha ka lujt. Në lojtari mirë ka me lujt. Unë e menoj kjo nuk është bashkë pyetje për neve, kjo është pyetje që du të mu analizu e detaju, për shkak se dikujt i konvenon, dikujt nuk i konvenon. Po krahasona nëse lojna këto, do të me shiku tash pas syrën tonë reale që e kena në kombëtarët e Kosovës. Kena tregon ashta ajna të diskutu temën e drejt apo që kena të bo. Po nëse më pyetni mu, tash nëse këshojmë interesin, në ajna për 3+2 për shkak se kena fond letarëve që mujna me kontribu, mujna me zhvillu. Okej, thamë shumë edhe nuk thamë kur gjo sonte, kemi lënë shumë temat hapnë edhe kjo është mirë, si thonë, e kemi magjistru, po i kemi lënë edhe diçka për asistin për vitin ashëm. Ullënet, a ki diçka me shtu në fund? Jo, faleminderit juve për ftesën, për përkrahjen, edhe po e shfrytëzoj rastin edhe këtu me i falenderu krejt kolegët, krejt ekipet, kena pas një kampionat shumë të mirë vitin e kalum, dhe na shkoftë në barë viti sezoni i ri, edhe paqim sukses krejt. Kushtrim? Në përgjithësi po besoj që krejt shumicën atyve që ka patëm i thonë për sot i thamë, edhe unë i falenderoj krejt, kemi pas një me lojnat mira, kampionat mirë, që kanë shumë e rëndësishme dhe jashtë fushës shumica 90% e kryesive kemi pas raporte shumë të mira, si me Borën, si me Vllaznimin, si me Perën, me Trepçën, edhe Prishtinën, Yllin që nuk janë këtu. E kjo menoj që është një shaj e mirë dhe është menoj që një rrugë që duhet me vazhdu që klubet me pas raportet mira me zvete. Egzon. Faleminderit për ftesën edhe për përkrahjen krejt sezonin. Inshallah vazhdon edhe këtë sezon. Edhe respekt për të cilin ekip që s'me shihen vitin tjetër. Ideal.
Faleminderit dhe për ftesën edhe për përkrajin e basketbollit. Është një kënaqësi me qenë pjesë e këtyre kryesive dhe me marrë pjesë në garë bashkë me ta dhe shpresoj që kena më rrit bashkë. Elvedin? Faleminderit asistit, 24 orësh me neve, sukseset trepsës bashkimit në gara evropiane, inshallah na përfaqësoj më më të mirën, që nuk dyshoj, inshallah sezon e re me rivalitet shumë të madh dhe punë shumë të madhe. Veçanë një punë, Hamet, mi bo raportet e shikuzë që shikemi nga kryesit e ekipeve me zveti. Vele që ajo është sfida që për kretë neve. 3 tema. E para shkollat e basketbollit, e dyta që s'do është asonte me e prek fare, është referimi, kualiteti referimit, edhe treta raportet mes të tifozë, grupeve tifozë, aty shumë nuk më. Po, ishte kjo e tona për sonte, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Faleminderit shumë. Ju falenderit shumë që keni nda kohë me qenë sot me ne. Me vërtet ka qenë kënaqësi me bashkëpunu si vjetë me juve, që jemi në shtator. Adhurës basketbollit ishin me ne udhëhecit e klubeve, që edicion e arshëm do të përbëjnë elitën e basketbollit kosovar, në munges të Prishtina Syllit dhe të Great Plandit. Shpresojmë që do të organizohen në mënyrën më të mirë të mundur për të na përgatit një edicion edhe më të bukur, edhe më interesant, edhe më dramatik se sa ky të cilin e kemi lënë pas nesh. Faleminderit që keni qenë me ne në asist në Art Motion dhe Klan Kosova për gjatë këtyre 10 muajve. Ju uroj një verë të këndshme, shumë shnet, lumturi, kënaquni, rrezituni, notoni, e deri në takimin ton të radhës në shtator e dini. Zemra tuaj le t'ingro dashuria për basketbol.